Maqedonia e Veriut dhe Hungaria ndajnë pikpamjet e njëjta sa i përket luftës në Ukrainë dhe mbështesin propozimin e SBA-s për ndaljen e luftës në Ukrainë, kështu deklaroi kryeministri hungarez Viktor Orban pas takimit tete-a-tete me kryeministrin Hristijan Mickoski që u realizua në Budapest. Orban tha se ky takim po ndodh në një periudhë të rëndësishme, ndërsa shtoi se i përshëndesi negociatat mes SBA-s dhe Rusisë. Hungaria i përshëndet negociatat mes SBA-s dhe Rusisë dhe hungarezët janë të interesuar për rezultat të suksesshëm, si dhe se kanë shpresa më të mira për përfundimin e luftës. Ne grindemi me shtetet nga BE, të cilët janë miq dhe aleat tanë, por vendosëm se Ukraina duhet të vazhdojë më luftën. Sipas mendimit ton, vazhdimi i luftës është i keq, i rrezikshëm dhe një gabim. Për këtë do të flasim të njëjtën në Bruksel. Përshëndeta faktin se edhe në OKB është biseduar për vendime të përpaqe dhe aty Maqedonia dhe Hungaria kanë pikpamje të njëjtë. Ne mbështesim propozimin amerikan, i cili është pranuar nga Këshilli i Sigurisë. Sa i përket eurointegrimeve të vendit, Orban tha se Hungaria mbështet Maqedoninë në këtë proces, duke shtuar se procesi i antarësimit të vendit në Bashkimin Evropian zgjat shumë, ndërsa për këtë nuk është përgjegjëse Maqedonia, por vendet anëtare të BE-s. Nga ana tjetër, kryeministri Mickoski porositi që Evropa të ndërmarrë rol më intenziv në procesin e arritjes së paqes së përhershme dhe të qëndrueshme në Ukrainë përmes partneritetit dhe aleancës me SBA-n. Ai po ashtu drejtoi kritika për procesin e zgjerimit. Qëllimi ynë strategjik si shtet është që të jemi pjesë e familjes europiane, diçka që meritojmë prej shumë kohësh, por po ashtu duhet të potencojmë se ajo që qytetarët të Maqedonisë dhanë për realizimin e këtij qëllimi strategjik, i cili fatkeqësisht nuk ka lëvizur nga gjendja në të cilin ishte para 20 viteve, është e pashmuar. Domethënë, çmimi është aq i madh sa nuk mund të përcaktohet, sepse po flasim për bileterizim të procesit të negociatave, jo për europenizim. Shpresoj që ky proces të zhbllokohet përfundimisht për ne me një mbështetje të madhe nga Hungaria jon mike, dhe që edhe ne si vend të fillojmë të negociojmë. Jam i bindur se shumë shpejt, nëse kemi mundësi të fillojmë ato negociata në bazë të kritereve të vërteta të Kopenhagës, do t'i përfundojmë me sukses dhe do të jemi pjesë e BE-s. Takimi i dy kryeministrave erdhi pas seancës së përbashkët që mbajtën qeveritë e dy vendeve, ku diskutua për thellimin e bashkëpunimit në fushën e ekonomisë, infrastrukturës, investimeve kapitale, por edhe bashkëpunimin ushtarak.